Në një ceremoni solemne në ditën e shkollës që shënon 51 vjetorin e themelimit të këtij institucioni edukativ arsimor të shkollimit të mesëm, Shkolla Mesme Përzier 25 Maj në Tus bëri ndarjen e diplomave të maturantëve, duke përcjellur kështu edhe një gjenerat që përfundoi arsimimin këtu. Nxënësit i kishin përgatitur një program për këtë rast, ndërsa drejtori i saj foli mbi punën e saj, programet, duke përgëzuar për rezultatet e arritura me shpresë se nga këta të rinj do dalin kuadro të reja të cilët do të kontribuojnë për zhvillimin e vendit tonë. Me lejoni se në emrin tim personal dhe në emrin e stafit arsimor të kësaj shkolle, t'ju shpreh urimet më të përzemërta për të gjithë ju me rastin e ditës së shkollës. Në mënyrë të veçantë, urojmë maturantet të cilët këto ditë po përfundojnë shkollimin e mesëm. Urime dhe për nxënësit e gjeneratës të këtij viti, Bernard Vulaj dhe Emir Dreshevis, të cilët me suksesin e tyre dolen më të mirët e kësaj shkolle. Shkolla jonë numëron 321 nxënës dhe 65 besimdhënës. Në shkollën tonë përgatiten kuadër në drejtimin e gjimnazit, në drejtimin e turizmit dhe drejtimin shitës. Se nga marrja e detyrës së drejtorit të kësaj shkolle, të gjithë së bashku jemi munduar se në shkollën tonë të rrisim kapacitetet në të gjitha drejtimet, duke besuar se në të ardhmen të punojmë edhe më mirë, se shkolla jonë të jetë shembull i mirë për të gjithë se vazhdojnë shkollimin në të. Në përmirësimin e kushteve në shkollën tonë kanë kontribuar institucione dhe persona të ndryshëm, të cilëve ju jemi shumë falënderues për ndihmën që kanë bërë, po ashtu falenderoj të gjithë kolegët të cilët me kontributin e tyre përkrahën çdo aksion kur është në pyetje shkolla. Duhet cekur se nga shkolla jonë kemi nxënës që vite me radhë fitojnë bursa të cilët shkollohen në shkollat e mesme më prestigjioze në botë. Është rëndësi të ceket se shkolla jonë është pjesë e projektit të eficiencës energjetike, ku gjatë vitit të ardhshëm do të realizohen projekti me vlerë rreth 900.000 euro. Kjo shkollë gjatë punës së vet ka përgatitur kuadra të cilat janë të njohur në shkencë, në kulturë e deri në njerëz me tituj të lartë shkencor. Jam i bindur se edhe me tutje nga kjo shkollë do të dalin mësues të mirë, mjek të mirë, inxhinier, njerëz të shkencës, të cilët do të kontribuojnë për zhvillimin e vlerave të vendit tonë. Vepra dhe kontributi i mësimdhënësve të kësaj shkolle është përgjegjësi e madhe për brezat e rinj të cilët rriten dhe u edukuan se janë brez i qytetëruar dhe i arsimuar. Në këtë rast uroj mësimdhënësit dhe nxënësit e shkollës për sukseset e tyre se kanë arritur brenda këtij viti, ku me këto rezultate na kanë bërë të ndihemi krenar të gjithë. Edhe një herë, urime dhe suksese në përmbushjen e misionit edukativ arsimor. Gëzuar ditën e shkollës.
e rinis. Rini, thuja këngës më të bukur që di. Thuja këngës atë që të vlon e gji. Nxirë gëzimin tanë të shpërthej me vrull. Mos e preno këngën, le të marrin ull. Thuja këngës rini, pash sytë tu. Të roki, të puthi kënga, të nxisi me dashnu. Me zjarmin tanë të rini. Dhe të në mbysi dalga, pre ndjenja shkumzome që të rëbullon kënga. Rini, thuja këngës dhe qeshu si fmi. Kumbi zanit të përplasit për qil dhe të kthej prap të na. Se hyjta kanë zili. E ne duam fort, si duam një djel. Thuja këngës rini, thuja këngës gëzim plote. Qeshu rini, qeshu, bota është e jote. Faleminderit. Mal, sa pika shiura mbi qelq, për ty unë befas ndjeva mal. Jetojmë të dy në një qytet dhe rrallë shihem sa rrallë. Edhe mu duk pak e çuditshme, si erdh kjo vjesht këmëngjes, qetin ngrysur palë i lek dhe shirat palë bërë në mes. Edhe thënja vjetre Heraklitit, se që më kujtua sot për dreq, të gjuarit janë bashkë në botë, kurse të fjeturit janë veç. Në qëndër kemi rënë ka qkeq, që do të s'po zgjohemi valë, ca pika shiura mbi qeq, dhe unë për ty si që ndjeva malë. Mirë dita gjithve, s'pari përshëndes do thot gjithë pranishmit, prind, kolektivin, por sidomos maturantat, duke veçuar paralelin të 4 A, ku kam pas fat jem edhe kujdestar. Ashtu që mënyrë speciale, edhe Bernardin Vulaj, që kem pas rastin ta kem edhe në Xhan Gjeneratet, por edhe Mirë Dresheviqin. Do të shkojmë dal nga dalë t'i daj do thot gjithve imitimin e diplomave, do të shkojmë me radhë, ashtu që kërkoj nga 4 A të ngritën gjithë në këmbë dhe do t'i thrasun me emër gjithë. Hajde fillojmë me Agron Gojçaj që numër 1. Alfred Gojçaj. Alketa Hoxha. Andon Lulgjuraj. Angela Gjokic. Antonella Sinishtaj. Një duar trokitje, Bernard Vulaj. David Berishaj. Gabriel Dushaj. Irena Gjelaj. Kastriot Skanderbegu Lulgjuraj. Lindon Sinishtaj. Lizabeta Vulaj. Marcelino Sokaj. Maria Lucaj, Monika Junçaj, Natalia Gojçaj, Pjetër Lucaj, Sandra Dreshaj,
dhe Toni Gjokic. Faleminderit. Rallën e ka paralelia me e mirë maturantëve. Tojmë nxënësit Aid Gjokaj, Aida Nikaj, Aidina Çunmulej, Ajet Gjokovic, Aldita Çunmulej, Amra Hakshabanaj, Anđela Margilić, Anjeza Temaj, Arjan Çunmulej, Besnik Nikaj, Brikena Berisha, Elizabeta Lugjuraj, Emin Nikaj, Gjergj Lucaj, Ilirian Dvukaj, Kristina Lugjuraj, Kristian Camaj, Martin Gjonaj, Nikolina Markaj dhe Nua Noki Lugjuraj. Ajmo odjeljenje 4. C. Dervanović Silva. Drešević Emir, izvinjavam se, učenik generacije, multitalentovani kao što ste i vidjeli malo prije. Drinčić Milica, Dušević Rozana, Đokić Jelena, Frljučkić Elma, Hadžimuhović Merima, Hođa Samel, Milić Anđela, Orahovac Benjamin, i Pepić Adnan. Paralelja e 4D. Adisa Adžović, Ajdin Gilić, Arjan Bujaj, David Dedvukaj, Fran Nicaj, Kristijan Lekočaj, Mark Gegaj, Nikolas Gojčaj dhe Veronika Ujkaj. Vazhdojmë me nxënësit e paraleles 3A, Anastasia Camaj, Anđela Nicović, Agron Nikolić, Adis Niković, Daniela Elezaj, Edmir Paljević, Ilir Sinishtaj, Ilir Gojčević, Lorenz Tetaj, Recep Beçaj, Said Paljević, Sandra Sinishtaj, Suzana Ivezaj, Simon Luljuraj, Besim Sefsali, Velida Paljević, Flora Kajoshi, Fejzullah Beçaj dhe Zerina Shabaj. Suksese.
Të nderuar të pranishëm, i nderuar zotëri drejtor, të nderuar profesor, prindër e nxënës. Kam nderin më të madh se t'ju drejtohem si nxënësi i kësaj gjeneratës. Në këtë ditë jam shumë i lumtur të kujtoj momentet dhe kohën e bukur që së bashku kaluam gjatë këtyre viteve. Por njëkohësisht më vjen keq se kjo ditë gjithashtu shënon edhe përfundimin e këtij udhëtimi. U bën 4 vite që gjenerata jonë e kaloi për herë të parë pragun e kësaj shkolle. Dhe ku i tha mendja se kjo kohë do të kalonte kaq shpejt. Ky udhëtim ka qenë plot sakrifica e mund, që në fund të tij, jo vetëm unë personalisht, por të gjithë së bashku si gjenerat të shohim një rezultat admirues. Kështu që do të ishte gabim të thuaj se arritja e këtij titulli si nxënës të gjeneratës ka qenë rezultati vetëm i punës sime. Merit të madhe për suksesin tim kanë të gjithë ata që kanë qenë rreth meje dhe kanë kontribuar në një mënyrë apo tjetër, duke filluar prej familjarëve, shokëve e shoqeve, profesorëve e deri tek drejtoria e kësaj shkolle. Prandaj, shfrytëzoj rastin të përshëndes udhëheqësinë e shkollës me në krye drejtorin Lindon Xhelaj dhe të gjithë nënpunësit e tjerë. Përshëndes kujdestarin e klasës Markun Junçaj, i cili ka qenë një mbështetje e madhe gjatë këtyre 4 viteve. Përshëndes jo vetëm profesorët të cilët kanë qenë me ne gjatë gjithë këtij udhëtimi, por edhe ata të cilët me ne kanë qenë për një kohë të shkurtër. Ju keni qenë ata të cilët jo vetëm se na keni pajisur sa më mirë me dijen tuaj, por edhe na keni mbështetur dhe këshilluar gjatë gjitha momenteve. Gjithashtu një përshëndetje e madhe shkon për familjen time. Prania, mirësia dhe mbështetja juaj kanë qenë shkaqet kryesore që në momentet më të vështira nuk i kam ul kokën poshtë, por kam gjetë motivimin për të shkuar drejt ditës më të ndritshme. Në fund, por jo më pak rëndësi, do të doja të përshëndes edhe shoqërinë time, të gjithë shokët e shoqet, të cilët këto 4 vite i kanë bërë të paharrueshme. Se prej momentit të parë kur u ndam nëpër klasa e deri më sot, tek shoqëria ime nuk kam gjetur gjë tjetër vetëm se mbështetjen më të madhe, besnikrinë dhe momentet më të bukura. Kjo ditë shënon përfundimin e një kapitulli të rëndësishëm të jetëve tona. Njëkohësisht shënon edhe fillimin e një kapitulli të ri, ku prej nesh pritet që të ndjekim ëndrat dhe qëllimet tona me përkushtimin dhe punën më të madhe. Shpresoj se mërzia e përfundimit të këtij kapitulli sa më parë do të zëvendësohet me entuziazmin dhe punën e madhe për kushtuar qëllimeve të rradhës të jetëve tona. Edhe pse rrugët e shumicave prej nesh do të ndahen këtu, shpresoj se në të ardhmen ato përsëri do të ritakohen në momentet e gëzuara. Nuk dëshiroj gjë tjetër se më të mirën secilit prej jush, suksese dhe fat të madh në të ardhmen tuaj. Faleminderit.